Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë ngjarjet, lajmet edhe dinamikat më të fundit që kanë të bëjnë rreth Big Brother VIP Albania. Ju tashmë jeni dëshmitar të një afrimiteti që po ndodh mes dy banorëve. Selin edhe DJ Gimbo janë më të afërt se kur. Do të thoni pse? Selin ditën e sotme, pas një sfide që vllau i madh ju dha banorëve që duheshte të mbajnë një emision ku një panel do të ishte me pro dhe një panel do të ishte me kundër. Në fakt është një sfidë që është bërë shpesh herë në Big Brother, pothuajse në çdo Big Brother, ku banorët kanë dhënë mendimet e tyre. Miri ishte pjesë e panelit, ndërsa Selin ishte shumë afër DJ Gimbos. Dhe gjatë temës në fakt që po diskutoheshte brenda kësaj interviste apo emisioni apo këtij debati, përfliteshte martesat, marrëdhëniet, burrë dhe grua, tradhtia dhe grindjet që kanë çiftet në shoqërinë e sotshme. Dhe Selin, gjatë kohës kur po bëheshte ky diskutimi, filloi që t'i tregon DJ Gimbos që kishte patur një marrëdhënie jashtë shtëpisë së Big Brotherit që Selin në fakt e quante gabim, si marrëdhënie, gabimin e saj që kishte bërë në jetë, një marrëdhënie që kishte trazuar Selinën shpirtërisht dhe i kishte dhënë një emocion që Selina nuk dëshironte që ta kalonte. Ajo nuk e dinte se si është ndjerë nëna e saj për gabimin që ka bërë Selina, sepse marrëdhënia ka qenë me një burr të martuar i cili ka qenë në proces divorci. Dhe Selina, që në fakt e ka bërë këtë gjë me vetëdije, e pranoi gjatë bisedës që bënte me DJ Gimbon, tregonte se nuk e di se si është ndjerë nëna ime, por këtë histori nuk e di njeri, domethënë e di vetëm DJ Gimbo. Tani këtu me njëherë unë fillova të hamencoj dhe të analizoj me veten time. Pse Selin duheshte që këtë historinë brenda atij formati, kuptohet, sepse jashtë e kanë kuptuar, janë kamerat që e transmetojnë, brenda atij formati duheshte t'ia beson DJ Gimbos. Dhe afrimiteti që ajo ka krijuar me DJ Gimbon është një afrimitet shoqëror, është një afrimitet njerëzor, apo ka një ndjesi në këtë mes. DJ Gimbo në dhomën e rrëfimit ka thënë që unë e ndjej Selinën, e dua Selinën, e kam në zemër Selinën, ndërsa Selin nuk është e informuar për këtë gjë, të njëjtën gjë e thonte edhe Miri Qante. Tani, pyetja ime është kjo: a do të ndodhe njëjta gjë mes DJ Gimbos dhe Selin, në qoftë se Selina do ta shikon atë videon dhe Selina do të largohet nga DJ Gimbo, pasi që është një femër që ka shumë influencë në aspektin shpirtëror dhe bën atë tërheqjen si magnet nga ana e meshkujve, apo në këtë mes, domethënë, DJ Gimbo do të ketë një afrimitet dhe do të ketë një dritë jeshile nga Selin. E shoh Mirin që në fakt është shumë në siklet, sepse DJ Gimbo po ja merr kalan nga brenda, nga që Miri ka një lloj simpatie për Selinën, por nuk e thot dot sepse ka frikën e parajgjykimit të publikut dhe të banorëve, për këtë jam jashtëzakonisht i bindur. Nuk është ai afrimiteti që Miri e shpjegon që e dua si vajzën time, se po ta respektonte si vajzën e tij, nuk do të kishte afrimitetin me Selinën që ka ndërtuar, por gjithsesi unë dua të marr mendimin tuaj se si ju e shikoni në fakt të raport.